Kryetari i Kuvendit, të nderuar kolegë deputet. Raporti i kontrollit lartë të shtetit ka bërë në fakt një skaner tronditës e që do të trondiste çdo qeveri të përgjegjshme, duke skanuar në detaje krimin shtetëror që ndodh sot në spitalin onkologjik. Shëndetësia shqiptare po shuhet bashkë me shpresën e njerëzve. Onkologjiku po digjet, jo me flak, por me heshtjen kriminale të një qeverie që ka humbur çdo ndjenjë, përgjegjësie dhe njerëzore. Kemi 7.000 raste të reja me kancer në vit. Dhe çdo ditë në spitalin onkologjik hyn mbi 100 pacient me shpresën për të kuruar, por që kanë në dispozicion vetëm 19 poltrona. E përsëris 19 poltrona për të kryer kimioterapin. E dini sa ka Kosova? 100 poltrona. Qytetarët që kanë hall shëndetësor gjejnë një spital të rënuar, pajisje të prishura dhe një staf të raskapitur që punon përtej çdo kufiri njerëzor. Kjo është pamja reale e shëndetësisë falas shqiptare që propaganda përpiqet ta fshehë pas fasadave dhe spoteve televizive. Raporti i fundit i kontrollit lartë shtetit për barna tumorale është një akt akuzërënd ndaj kësaj qeverie dhe ndaj vetë ministres së shëndetësisë, ajo që ka qenë e kjo që është sot. Të nderuar qytetar, raporti thot se 46% ose 116 barna tumorale të autorizuara dhe jetike për jetën e qytetarëve nuk janë importuar fare në periudhën e auditimit 2021-2025. Pra nuk kanë hyrë fare në vendin tonë. Pacientët me kancer trajtohen me barna të skaduara. Me barna të skaduara. Për çfarë flasim? Në vend që kemi një siguri të medikamenteve, kemi kontrabandë. Dhe që kemi protokolle, kemi paftësi dhe krim shtetëror. Në onkologjikun me 19 poltrona për 100 pacient që bëjnë kimioterapi, e di se ku e marrin kimioterapinë. Pacientët të sëmurët janë të detyruar të kalojnë orë të tëra në karrige, sepse shteti i tyre nuk është në gjendje t'i sigurojë kushtet minimale për trajtim njerëzor. Rini me orë të tëra në karrige këtu e lodheni. Imagjinoni një person që merr kimioterapi në karrige. Në Shqipërinë e pasaportës europiane të kryeministrit, të sëmurët me kancer nuk kanë brakiterapi, nuk kanë PET scan, nuk kanë akselerator të mjaftueshëm, nuk kanë mamografi dhe nuk kanë ilaçe. Shumë gra diagnostikuara me kancer në fazë të avancuar detyrojnë të lënë trajtimin në mes ose të shesin çdo gjë përder ato ilaçe jashtë vendit. Kjo është panorama tragjike që në fakt e dëshmuan dhe shumë gra në këtë sallë para disa javësh. Me drejt qytetarët pyesin, a ka para? Patjetër që ka para, vetëm se nuk shkojnë aty ku duhet. Shkojnë afera luksi në klientelizëm. 160 milion euro për Tigrin 1 dhe Tigrin 2. 2 centralet lundruese që nuk prodhoan asnjë ditë energji. Me ato para mund të ishin blerë të gjitha pajisjet që i mungojnë onkologjikut. 50 milion euro vjedhja vetëm me tunelin e Llogaras. Një aferë korruptive për cilën zvendës kryeministria është në hetim dhe në detyrë. Edhe në hetim, edhe në detyrë. Si askund vend në botë, nuk ka as dorëheqje e as shkarkim. Po pse? Mund t'jemi ne aq naiv sa të mendojmë se kryeministrit Rama i kanë ngrënë molle dardha pas shpinës tij? Kjo në fakt është një dëshmi e një sistemi të korruptuar dhe kriminal me në krye Edi Ramën. Me aq para, vjedhje të kësaj qeverie mund të ishin siguruar
ilaçet e mira pacientëve që luftojnë me vdekjen. Por parat nuk kursehen as për diellën, parashikohen 200 milion euro në 2026-ën. Për kopshtin Eden të kryeministrit 4,2 milion euro. Për satelite incinerator 400 milion euro, sepse për këtë qeveri jeta e qytetarëve nuk ka vlerë, e kjo dëshmohet me fakte, por prioritet janë kontratat e klientëve të tyre. Ndërkohë fondi për barna dhe pajisjet e onkologjiku është 13 herë më i vogël se fondi për koncesionet korruptive. Spitali onkologjiku merr më pak mbështetje nga qeveria dhe në raportet e vet QSUT-s. Ajo që nuk kursen kjo qeveri janë parat për koncesionet, 2 prej tyre në hetim, e pavarësisht kësaj, qeveria u ka shtuar 2,5 milion euro të tjera vetëm këtë vit. Ky nuk është thjesht një shpërdorim, kjo është një vjedhje, kjo është një tallje me jetën e njerëzve. Kur pacientët me kancer mbeten pa kimioterapi, nuk kemi të bëjmë me neglizhencë, por me krim shtetëror. Në spitalin onkologjik, pacientët kanë mbetur pa kimioterapin Avastin. Sot, nëse je i sëmur për këto ilaçe, duhet ti drejtohesh kontrabandës. E nëse nuk ke para, do presësh kur të vinë. Po a pret dot një smur me kancer tenderin e radhës? Dhe zonja ministre që shqyqyre pam sot të na vije të na denjoj në kuvend, kam një pyetje, a ndodh kjo me pacientët me kancer në vendet ku ju punoni, zonja ministre? A e dini, zonja ministre, që keni sjellë një akt normativ, ju si qeveri, që i shkurtoni buxhetit shëndetësisë 336 milion lek për shëndetësinë. E thoni sot që do rris buxhetin e shëndetësisë. Sot, në këtë seancë miratojmë shkurtim buxheti për shëndetësinë, për arsimin, për bujqësinë. Dhe ministra thot do rris fondet për shëndetësinë. Raporti i KLSH-s duhet ishte një këmban alarmi për prokurorin, jo një letër e harruar e ministrisë. Në çdo vend evropian, ky raport do të bënte që të dorëhiqej, jo vetëm një ministre, por e tërë qeveria. Në Shqipëri, shihet, justifikohet e manipulohet. Sipas raportit fundit Komisionit Evropian, Shqipëria ka nivelin më të lartë të pagesave nga xhepi për shëndetin. 60% paguajnë qytetarët për shëndetësinë nga xhepi. Kjo është shëndetësia falas. Përfundoni. Mbaroj. 2,8% prodhimit brendshëm bruto. E disa premtuan kur erdhën 2013-ën, 5% do ta çojmë. Një gënjeshtër. Në këtë vend shëndeti nuk duhet jetë luks. Është një drejtë kushtetuese, një drejtë themelore. Askush nuk ka drejtën të vrasë shpresën për ata që luftojnë për jetën. Ju në fakt po vidhni qytetarët më të varfër në Europë, ku 55% e tyre nuk mbyllin dot muajin dhe 40% e lekëve të buxhetit familjar shkojnë vetëm për ushqime. Dhe kjo është pak të thuash kriminale. Faleminderit. Faleminderit. Fjalën e ka zonja Zamira Sinaj.